الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله. Falënderimi I takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. ربنا الله ربنا الله ربنا الله. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه. I qojnë luftën e kadisijës. Këshilla asajna të cilën ja kishte bërë djemë vetë ishte: Ja banija innakum aslamtum ta'iin. O djemë të me, ju e keni pranu islamin me qef. Wa hajartu mukhtarin, edhe hijrat e keni darë prej Mekkës Medina me qef. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, fasha thamë të cilë nuk ka të adhurum përveç ati. Ju një bitë e një burët edhe të një gruës, dhe me thonë një vlazëm. Wa alamu anna dar al-akhirati khayru min dar al-thaniya. Dina se dita jeta ahiretet e cila është e përgjithmonshme është më e mirë se e kësaj botën të cilën jetën. Do të thotë, shkoni, luftoni edhe vdesni atje për sa kësa ahireti është më i mirë për juve se sa dunjaja. كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا، أجهدت سيارتي من شدة الزحف. Abdullah ibn Zubair ka thonë, Zubair ibn al-Awami është sa njimi burra. Kur I qe ibn al-Asit, Omer radhiyallahu ushtri për me luftue me sliru Egjiptin në atë kohë, ja qe 4.000 veta. Tha, I kam quë 4.000 veta në letër. Në gjdo 1.000 veta e kam quë ka një njeri I cili logaritet sa 1.000 ushtar. Pre ati është Zubair ibn al-Awam. Këtë I logarit 1.000 veta, 1, 2, 3, 4, 5, 1.000 veta, pastaj vjen Zubair ibn al-Awami logaritet 1.000 I vetëm. فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا، والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا. Kur ishte njerë Omeri radhiyallahu anhu të kalu rrugës, e pa një vajzë muslimane, edukatore muslimana, e cila një grua shitke shumë, së të tamël, edhe bashkë me ata një vajzë re. Edhe ajo filloi me përzi me ujë tamlin që ka shitke, I thanë që I ka vetë në nëzet, mos e përzi tamlin me ujë, me shita ashtu. E ndëgjoj Omeri radhiyallahu anhu pazar, ta kush është këta, çka e ki këta? Tha, e kanë qik temën. Ordnoj Omeri radhiyallahu anhu vetë Asimin me martuat vajzë për shkak që ndëgjoj këtë fjalë të mirë prej asajna. Prej që se grua ka linë pastaj pas 2-3 nipa dëntat ka ardhur, Omer ibn Abdul Azizi e ka mbush këtë dunja me drejtsinë në atë kohë. كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه. Pashtu Abdurrahman an-Nasir, I cili ka sundua në Spanjë 50 vjet e 6 muaj, edukatën e kishte marrën prej nanës vet. Kur I kishte 21 ditë, ju kishte mit baba. Do të thotë është rrit vetëm nga nana e tij. Edhe nëna vetë ishte edukatore e tij, edhe arriti në fund me bajt pushtetin asaj kohe khalifi muslimanëve, I cili ka punu për musliman, edhe është bon vend mësimi në atë kohë Spanja ka qenë në shkak nana e tij. كنت آتيها غروبا وشروقا، غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا، كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا، أجهدت. Njëherë prej ditëve, prej këtë këshilla që japë këtë djalit vetë, një ditë I tha, të cilën transmeton Imam Ahmedi, ja bunej, o djali jam, idha kattabta 10 ahruf, nëse I ke shkrujt vetë shkronja. Fanzur, shiqa, hal tara fi nafsika ziyadati khashyatik, shiqon vetën tona,
prej qative dhe të shkronja që i ke shkrujt, ashtu diçka prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Atu ka shtu frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا قلت لأمي فاطمة مالك كم ثان نانس فشقي ممسوة ديدورين فقال تعال فأتسكتو فالبس ثياب العلم فغش التيشة ديتوريس إذا مفيش أتقايش نشا كان باس يفيش التيشة قبنوان كابوت شا كان باس ja ka dhënë Umamën e ka veshën, pastaj tha shko edhe shkruaj që thash, merr dituri. Edhe i thashtë asaj, idhhab ila Rabia, i thashtë të djalit vet, idhhab ila Rabia, shko te Rabia, fata'allam min adabi, mëso prej edukatës asaj, qabla ilmi, para se ta marrësh diturinë e tij. أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا صافيا يكفي بروقا